Në astrologji, peshora e konsiderohet si një nga shenjat të tërhequr më lehtë vëmendjen e njerëzve. Astrologët besojnë se kjo nuk lidhet vetëm me pamjen e jashtme, por edhe me mënyrën se si komunikon, sillet dhe ndërton marrëdhënie me të tjerët. Kombinimi i qetësisë, mirësjelljes dhe aftësisë për të kuptuar njerëzit është ai që sipas tyre e bën peshorën kaq tërheqëse. Një nga cilësitë që i veçon të lindur në këtë shenjë është aftësia për të krijuar një atmosferë pozitive kudo që ndodhen. Ata janë të sjellshëm, ditë të dëgjojnë dhe përpiqen të shmangin debatet e panevojshme. Kjo i bën njerëzit të ndihen rehat në praninë e tyre dhe të krijojnë besim shpejt. Astrologët thonë gjithashtu se peshorja ka një shije të zhvilluar për estetikën dhe harmoninë. Shpesh i kushton rëndësi paraqitjes, mënyrës së të folurit dhe detajeve që krijojnë një përshtypje të mirë. Megjithatë, ajo që bie më shumë në sy është aftësia për të respektuar mendimet e të tjerëve dhe për të gjetur gjuhën e përbashkët edhe në situata të vështira. Në marrëdhëniet romantike, peshora vlerëson komunikimin, sinqeritetin dhe respektin reciprok. Ajo nuk i pëlqen konfliktet e gjata dhe përpiqet gjithmonë të ruajë ekuilibrin e çift. Pikërisht, kjo qasje e bën një partner ose partnere të vlerësuar nga shumë njerëz. Megjithatë, astrologët theksojnë se tërheqja dhe personaliteti nuk varen vetëm nga shenja e horoskopit. Përvoja, karakteri dhe mënyra se si secili ndërton marrëdhëniet e tij ka një rol shumë të madh. Për këtë arsye këto përshkrime duhen parë si interpretime astrologjike dhe jo si të vërteta absolute.